shpërndahen trakte, të bëhet diçka tjetër, të organizoheshit në ndonjë formë, cilat kanë qenë udhëzimet edhe këshillat kryesore që na i kanë dhënë, unë po foli konkretisht për vete, i kanë qenë të ruhet qenja shqiptare në Jugosllavi. Me çfarë forme? Përmes literaturës ilegale që ka qenë ndaluar atëherë në Jugosllavi. Çka ju jepni nga literatura? Për shembull, baba jonë edhe unë i kumpëru librin e Azembejtës së Çotë Galisës, Hasan Prishtinës, Mit Sokolit, edhe broshurat të kohës që dilshin atë kohë, ato revista Shqipëria e Re, fotografi të personalitetet të shtetit tonë. Këto kanë qenë ajo literatura kryesore që shpërnda dhe tani ma vone që ka dalë libra të Titesit që ka dalë Ender Hoxhës, po. Edhe është shumë e rëndësi me cekë që në qatë periudhë, botimet që janë dalë ilegale, po menoj për Kosovë, se atë në Shqipëri ka qenë legale, mas një javë dite i ke pas në qarkullim në Kosovë. Dhe thonë, ka qenë një lëvizje edhe një propagandë jashtëzakonisht e madhe, edhe unë sot e kam bindjen që po mos ishte çajo propagandë edhe përgatitja teorike e popullit për çështje kombëtare, nuk besoj që do të kishin ndodhur lëvizjet më vonë, për arsye se literaturë kombëtare gjuhës së tërësisë në atë periudhë në Jugosllavi thuhet që fare s'kemi mësu, ose veç formalisht janë përmend disa data historike, cilat në esencë nuk kanë shpjeguar kur gjë me ato që ka ndodhur ndonjëherë të sekuestroheshin, të kapeshin nga Jo, qarkullimi ka qenë shumë legal, edhe bile në ashtë dhe shkaku i moshës që kom qenë një rinë atë kohë, unë e ato liba ndalume, i ku marrë që në rilindje, i ku më stinë mes edhe i ku më shpërnda shokve, megje, unë i ku më dhanë edhe profesorit. Së friksoheshit? Jo, absolut. Jo. Nuk ka pas... Çfarë ndjenit për brenda, kur e shihni që po e bënit? Ndjenit një lloj krenarie, se po bëni punë të mirë për vendin edhe për... Atë pyetjen që bënë atë, ajo ka qenë edhe, për mu ka qenë edhe një obligim, që i ku marrë prej përfaqësuesve të konsulatës Shqipërisë, që në maksimum të bëhet shpërndami atyne edhe mundësisht direkt komunikim, kuptohet me njerëz që ju ke besu se me çdo kënd dhe nuk është baje biseda, as nuk janë shpërnda, po njerëzve që kemi konsideru si të besueshëm, i kemi shpërnda ato edhe kanë pas kurse një efekt dhe një honë jashtëzakonisht madhe tek njerëzit se kanë qenë shumë tetur për atë literaturë, se nuk ka pas mundësi çdo kush me pas ato në dorë edhe me lexu. Edhe kur e kanë lexu, për shembull për pozitën e shqiptarëve në përgjithësi në Jugosllavi, jenë kanë të befasu me ato se që kanë bënë poshtos deri në atë moment për na shkurt për na çaros neve këtë si popull jashtrojë shtetit tonë. Kur flasim për vitin 1980 është një vit shumë interesant, është një vit para demonstratave, por është dhe viti përsa i takon Shqipërisë, kur Shqipëria mbetet pa Mehmet Sheun. I bie është momenti kur Mehmet Shehu bën vetvrasje zyrtarisht paktën sipas asaj çfarë e ka regjistruar atëherë regjimi i Ender Hoxhës me përfaqësuesit e konsullatës, a e kishit diskutuar këtë moment? Jo, në këto tema nuk janë. Jo, ata kryesisht. Kur e morët vesh ju që kryeministri Ender Hoxhës shembull nuk është më? Unë e ku marrë vesh ma vonë, po nuk është në këto tema nuk janë bisedu. Ata kryesisht ka qenë të orientuar vetëm për pozitën e shqiptarëve jashtë Shqipërisë. Asnjëherë s'keni folur për ideologji asnjëherë? Absolut. Për komunizëm asnjëherë? Absolut, kur them 7 vite kontakte me ta. Asnjëherë spaku me mu nuk është përmend çështja ideologjike apo e sistemit, vetëm ajo kombëtare. Ka qenë shumë